shkojnë në mbrëmje te baba e tyre duke çajt me za, e duke thënë se na ishmi duke lujt, u habitëm mas lojës, Jusufi met duke I rujt rrobat e teshat, erdhë ujke dhe angër, ja, ku I kena këmishën, është për gjakur, nëse do na beson, nëse s'do, mos na beson. Assalamu alaikum, unë jam Hasan Ismaili dhe mirë se vini në serialin Fillimi dhe Mbarimi. Jemi ndalë të një pjesë interesant ku thuhet se Jusufi a.s. është një ëndër që e ndryshon situatën aty. Do të thonë ta shpjegojmë çfarë ëndër, nëse mund na tregoni çfarë ëndër. Thamë që mosha e tij ishte e hershme, ishte fëmijë. Flitet që ka qenë dikun 7 vjet kur e ka pa atë ëndër dhe në momentin që ja tregon prindit, thot, o baba im, thot, kam pa një ëndër, thot, si 11 yje, edhe dielli, edhe hana më bëjnë seçte. Tash Jakubi si pejgamberi I Zotit e kuptoi pozitën që do ta gëzoj ky fëmijë në të ardhmen, që do të jetë një pejgamber I Allahut dhe xhelal. Është një ngritje, domethënë një çmim I madh që do t'ja jep Allahu subhanahu wa taala. E kanë nënkuptuar bavet që kjo është si mesazh që do bëhet djalem pejgamber, ashtu e ka komentuar, ashtu e ka prit. Okay. Ashtu e ka prit se është, domethënë kësaj forme nderimit, 11 yje, dielli dhe hana ti nënshtrohen dhe ti bin sejdë Jusufit a.s. Domethënë e kuptoi se do të vazhdonte pejgamberlloku mas ti edhe tek djali I tij. Okay. Edhe këto ishte momenti kur ai I parapriu me një frikë, duke e ditë situatën dhe gjendjen e vëllezërve të tij. E tha, birim, që të ëndësh me kallzove mu, mos gabon me kallzu tjerëve. Se kam frikë se ndoshta djalli I ngreka pun tek qi edhe vjen dhe në moment shumë I rënd. Pritej. Atë nëse se prind e parashen një rrezik, një të keqe që mund ndodhen nga smira dhe nga xhelozia e velatëve mes vetë. Plus kësaj u shpërmend nëpër disa libra nga të rrefimet e mëhershme, që nuk është përmendur në Kur'an, padyshim, se Jusufi nuk kishte pasur një ëndër tjetër kur ishte në zvogli. Ëndra e tij ishte se kishte dal ai me vëllezërit e vet diku jashtë, edhe secili prej tyre po mbyllte nga një pemë. Dhe vetëm pema e Jusufit ishte që rritej dhe kishte mbi, jepte frytet e vet, ndërsa pemt e vëllezërve të tjerë nuk kishin bë, ishin tha. Këtë ëndër thotë se e kanë kuptuar vëllezërit e tij. Kjo edhe marrën ka sigur vllazën. E kanë kuptuar se ata kanë qenë edhe të rritur, edhe të mençur, edhe një prej tyre që është Jehudha, prej fëmijëve të mëdhej të Jakubit alayhis, flitet dhe tregohet në shumë tregime se ka qenë shumë inteligjent, shumë I dijshëm. Dhe te kanë kuptuar se Jusufi do të dallon në të ardhmen edhe me preardhje, edhe me pozitë. Le që tash si fëmijë të gëzu pozitë të madhe të prindi, le mos edhe në të ardhmen po kuptojmë mbas ëndër se ky do të jetë shumë I ngritur. Edhe këtu nis ajo acarimi I raporteve mes tyre. Edhe prindi domethënë u atreg Jusufit I thot mos gabon me kallzu këtë histori, këtë ngjarje, domethënë këtë ëndër që ti e ke pa. Vëllezërit po ecën vitet, po kalojnë duke e ndje atë se Jusufi çdo herë ma tepër më afër prindit, thonë ky baba jon ka gabuar shumë. Na më të fortë po, ma kallabllak po, nëse më kanë me neve prindi, ai po shkon mas fëmijës të vogël. Thotë do të më bë çarën. Këto shfaqën nga ana e tyre një plan I keq që I kishin në 2 propozime. Propozimi I parë ishte ta vrasin. Likuidim me njerë. Propozimi I tyre thonë ja, mos e vrisni se më mirë ta dëbojmë dikun, ta hullim dikun, edhe mos ta gjejmë kurkush. Sot këtu këtë mendim ndoshta e përkran shumica e tyre. Ju përshtat më shumë se sa ti përlin durt me një krim më të madh se është vrasja. Më mirë pe heknë atë qafës, pe dëbojnë dikun se gjen kurkushi, ndodh çka ndodh vetëm. Bile disa tregime përmendet se këto pasi që e hudhin dhe e gjujnë, I kanë çuar ushqim disa ditë me radhë. Na kanë vazhduar. E kanë vazhduar me këshill me përcjell situatën dhe gjendjen e tij. Edhe çka më bëu çish më marr Jakubit e vladin më të mirë, më të dashur të atij. Zorësh më nxjerr për dur, duke ditë Jakubi se pritej
mbas ëndrës se ai mund ta psojë edhe një dëm prej tyre. Nuk di çka mund ndodhi. Thënë, o baba jam, çka është puna nësër që dalme të kur se len Jusufin marrë me neve. Thot leje, vjen me neve, shëtit, lun pak. Se cilë prindë në greka ajo që ta shëtit e vladin e vetë, t'jep edhe atit pak hapësir, të knaqet me vlezët e vetë, të lozë, pse ja? Thot, po a jep. Ama kam frikë se ju të lujt, vjen pe hana i huk, edhe masnena çka bëhet puna aty, thot, na tu kanë aty me hangër ujë ku thot zban, nëse ndodh mesin ton, thot valla na bagit humbur atëre. Kishte planifikimi i tyre dashakeq. Arritën ta bindin prindën, edhe pse prindë e vërejtë dhe e para ndjeju, e parashikoj se mund ndodhe, dhe ata e shfrytëzuan të njëjtën arsye si justifikim se Jusufin tash po e dëbojnë, po nesër marse e hangër ujk. Shkun, ecën, e morën me vete. Thuhet se edhe e kanë torturu. Edhe kur e kanë gjujt në bunar, ishte momenti dhe vendimi i tyre, ja kanë hekë edhe këmishën, se atë këmishë nesër ta çojnë te prindi, Si dëshmi. si dëshmi se do ta përlin me gjak. Edhe e marrin këmishën, e përlin me një gjak prej gjak në kafshë që kanë therr aty. Shkojnë në mbrëmje te baba e tyre, duke çajt me za, e duke thënë se na ishmi duke lujt, u habitëm mas lojës, Jusufi met duke i rujt rrobat e teshat, erdhë ujke dhe hangër, ja, ku i kena këmishën, është për gjakur, nëse do na beson, nëse s'do, mos na beson. Tha Jakubi ja, kjo është një punë që e keni bë vetë ju. E dinte se, mas pari dëshmia nuk ishte reale, dalloca dhe gjaku, me kujtojnë. Mas pari thotë se këmisha s'ka qenë fare e coptume. Se ujku kur të hanë, nuk të lemon. Me të hangër që me të misë, e më tonë, duke thonë. S'pa ku ta shkyn mishin e limo këmishën apo gjaketën që kishte të veshur. E kupton se ku ishte poenta edhe atyre. Po s'kishte çfarë bënte. Dhe ju dërzu, subhanallah. Mbet Jusuf Elisem në bunar, i hudhur, fel, në fund bunarit, që nuk kishte ujë ai bunar. Edhe moshën e përmenit ishte të Mosha qarë. shumë hershëm. Fëmijë i vogël. Fëmi. Tash Jakubi e kuptoi. Po s'kishte çka të bëjnë, hajde dile kërkoje krejt shkretinën se ku ka mujt me kanën Jusufi alayhis salam. Nesërmën, po kalon në ditë, ajo ishte rruga ku kalonin karavanët. Ja thonë zakonisht njerëz që transferohen për një vend tjetër, ose njerëz që kishin tregti për të bërë, hesin njerëzit. Ai ishte në tashmë ashtu ka qenë edhe transporti dhe komunikimi mes njerëzve. Kur vjen karavani afër, normal, bunari aty, nevoja për të marrë ujë, për të furnizuar, për me pije, i thënë një djali të ri në mesin e tyre, thotë, o djalë, shkon mush ujë. Shkon dhe ai kur e ngre kofën prej bunarit, është që shumë e rënd, nuk është normale ujë të rëndoja çështë shumë. Bashkë me kofën del Jusuf Elisam. Del Jusuf Elisam dhe në atë moment ai vërtet për gëzim bushra, e kam gjeta një djalë të ri, se këta shka kishin ardhur, këta ishin tregtarë, pazargji. Në të biznisi kanë që Me të biznisi më njëherë. Do thonë, ishte momentet kur deri në fund në kohën e pejgamberit sa ende është përmend shitja e njerëzve, robrimi e tyre. Edhe thjesht ata e konsideruan si mall, mall kena gjithë. përfitim. Leçe mall i ri, djali i ri, I bukur po, që do të dallon shumë prej tjerëve pse, përse si një djalë i ri mund ta blejnë vetëm familjet e pasura. Se ata nuk e marrin këta për me bajt, hamall, për puntrana, ata do ta marrin për diçka shumë më ndryshe. E kishin parandje ata këto, i bukur po, i hershëm po, e marrin dhe e ruajnë. Por për kujdesi edhe atyre ndaj Jusufit ishte shumë i thjeshtë. E përmend Kur'anin, domethënë edhe pak i kanë dhënë me hangër. Edhe pak i kanë kujdes për ta. Edhe kur e kanë shit për pak parë. Po subhanallahu kjo ishte rrugtimi i tij, që Allahu Dhu Xhelal e përmend në këtë ajet kuranor ku e gjetën, e morën, thot Allahu e din ata që kanë të bëjë këta për momentin. Ishte këtë në bykëshirin e Zotit, ishte në kujdesin e tij. Sepse në shikimin e parë ne do ta vërejmë se i gjujtëm bunar, i shkatrum
Pritej vdekja më njerë. Sa rri njeri në atë moment, ndoshta pa ujë kështu me radhë. I marr për njerëzve rebel, grabitës, vjedhës, hajduta, pazargji, kështu çka shesin edhe njerëz. Se kanë këshirë mirë. Se kanë këshirë, pritej edhe ty në një rrezik ka natyra. E shitën. Në momentin që e qesin në pazar, ata ishin nisë për në Egjipt. Për të bë pazar. Dhe pritnin se Egjipti zakonisht kishte një vend ku pritshin karavanet për jashtë, të vinë atyne, paraqisin mallrat e tyre dhe vinë banorët e Egjiptit në periferi aty dhe të blejnë. Prej mallrave që shiten ishin edhe robët, robnesha, rob njerëz, fëmijë të mëdhej e kështu me radhë. Subhanallahu ndodh mbreti i Egjiptit së bashku me bashkëshortën e tij Zulejhen dalin në treg. Thotë se emri i mbretit ka qenë Botjevar. Është përmendën disa komente në disa transmetime disa prej rrëfimeve. Më fal vetëm, domethënë tash shitja thonë në Egjipt apo vendi. Ata karavani u nisën për të ardhur në Egjipt. E kishin synu tregun e Egjiptit, aty po i mishit mallin e tyre. Kjo Egjipti larg, u kanë shumë larg babas vet? Larg, domethënë në Shami me Egjiptin, domethënë ecje me ditë të tëra. Edhe dalja atyre në treg, duke ditë se ky mbret me bashkëshortën e Zulejhin nuk kishin fëmijë. Zulejhi ishte problemi se nuk kishte fëmijë. Edhe në momentin që e shohin, tash ideja ishte e mbretit, ata marrmi na xhendet, na bën dobi, na përshtëpi ose ta birsojmë. Domethënë ideja u dal tash prej mbretit vet, se ndoshta ta marr një herë si ta blejmë, na gjendet në përshtëpi për shërbime të ndryshme, si fëmijë, kemi nevojë, mbreti kishin nevojë për çfarëdo shërbimi. Ose ta birsojmë për shkak se i pëlqen. Sidomos i pëlqen edhe Zulejhes. Dhe ashtu subhanallahu Allah e bën kader që Jusufi përfundon prej bunarit në pallatin mbretëror. Për një kohë shumë të shkurtër që ka qenë e paparamendueshme që njëri ta mendon se do të përfundon aty. Po ja që Allah i bën kështu kader gjërat. Mosha e tij thuhet, domethënë sa ka ndet në pallatin mbretëror ka mrit deri në moshën 15 vjeçare, 16 vjeçare, 17, ku tashmë po rritet, po formohet, ai si person, si njeri, fiziku i tij po ndryshon, aty shfaqet një problem tjetër. Problemi shfaqet kur Zulejha tregon pëlqim të thashëm dhe mahnitës ndaj Jusufit alayhis salam. Saqë ajo mahnitje kalon në dashuri, domethënë që i ka verbru syt fare dhe kur është ajo mosha e rritur, aja e bën një plan të vetën. Don ta bën një intrigë të vetën, që të përfitoj prej rastit që të bjen në moralitet me Jusufin alayhis salam, për shkak pëlqimit të madh që e kishte. Edhe vjen momenti kur një ditë për ditë është po jetonin me një vend, me një pallat, takimet e shpeshta në mesin e tyre, po konsideroj si bir i tyre. Vjen momenti kur ajo ndahet me Jusufin me një dhomë dhe i mbyll dyert e dhomave që mos depërtoj kurkush, edhe hemme biha, do të thotë ajo i shfaqet atij, ajo i propozohet atij më së pari, i afrohet atij. Ndërsa Jusufi alayhis salam, do të thonë sikur të mos ishin argumentet e Zotit, sikur që përmend Allahu në Kur'an, sikur të mos ishin faktet e Allahut për krahje e Zotit, ndoshta ai do të anonte, por ishte imani i tij. Do të thonë ishte morali i tij. Do të thonë ndërgjegjja e tij që nuk anonte ka mëkat, bile e bën dua, o Zot, Allah mbroj. Se vetëm ty të kam mbrojtës vetëm. Për kësaj çka po shfaqet, çka po propozohet. Momentin që ajo dëshiron të kryej një akt të tillë të degenerimit, Jusufi ik. Gjatë ikjes për kadera dera mbyll. E merr dhe e kap për këmishën e vet, mbrapa këmishës. Dhe saq tërheqje e fortë, edhe ja shkyn edhe këmishën. Do thonë insistim me ngulm. Momentin që e shkyn këmishën, mbreti ishte duke qarkulluar jashtë. Edhe do me ditë se çka po ndodh. Nga ajo halla kam që po ndëgjohet të mrena, mbret në shtëpinë e vet, do me ditë se çfarë është duke ndodhur. E çel deri në kurëshe. Zulejha vet me Jusufi këmishën e shkyr.
Atëherë Zulejha e ngre një padi ndaj Jusufit me shpifje dhe me akuzë pa bazë. Thot, çka kishe bë ti ndaj një person i cili do me bë me familjen tonë kështu edhe kështu. Subhanallahu. Të kundërtën e të vërtetës. Atëherë thot, vetë se duhet burgoset kjo. Atëra, besoj e keni vërejtë që në epizodën që kaloj, sponsorat që i paraqitëm, unë më kanë ndodhur, nuk i na kanë shumë, jo nuk i na kanë shumë dhëmshëm, po si na kanë dhëmshëm hiç, i na bë paqësor, s'ka më të shumë. Kështu do vazhdoja. Atëra për mi paraqit sponsorat, mendoj këtë epizod i paraqisim sponsorat vetëm me një fjali. Me një fjalë? Me fjali jo dull, më thonë është pak më e gjatë. Për ty stacioni në epizodin tjetër pas një fjali bile. Hiç mos më fol. Po, hiç mos më fol. Po, soi do e keq. Sponsori i parë, Homaxi, një fjali me thonë për ta, me kështu, me kompletue qëllimin Homaxi, më thonë çfarë produkte ka. Nëse ju e vese keni përgatit shtëpinë, po foli për jashtë, për brenda kamet, vendi më i përshtatshëm që me zbukuru, domethënë pjesën e mbrëmshme të shtëpisë, atëherë e keni te Homaxi, produkte luks, nëse doni stil, nëse doni zbukurime të mira, shkoni te Homaxi se Homaxi ju pret. Burgerzone, kjo është sponsori i dytë që e kena me radhë. Para se me boni përmbledhje fjalisë, është interesant ka dulë se dia e di që Burgerzone përveç se unë komenu se veç hamburgera ka, po fakt ka dhe grosh në tavë, kjo është. Ja, po, si ke dita, po. Shumë sevëm do një pedia. Po, çka s'kemë mësuar me mua ka dulë. Kjo më çu mu, ta provoj. Atëherë vazhdoj. Dhe më thonë një fjali me bo për Burgerzone. Nëse jeni tunt edhe jeni meraklit mishit, mësh me hangër mëjr, atëherë ju sugjeroj me thonë me shku me një vend, me një zonë, e është Burgerzone. Shkurt e mira, duhet kjo ke një përmbledhje e fortë. Palestina Drinks, shije që është ilaç për me ta shu etjen, edhe një me ta knaq shpirtin. Një pije që nëse nuk e keni provue, ju sugjeroj definitivisht ta provoni. Best Mobile e ka bo një rihapje, unë me agëndull kina shkoja kina bo për hajrë, nëse ju s'jeni kanë me a bo për hajrë, ju sugjeroj shkoni, do me thonë një udhë dhe pun, edhe për hajrë, edhe nëse jeni interesum telefona, tableta, smartwatches, në këtë aspekt më unë i lirish me shkua. Faleminderit shumë që këtë pjesë këti epizodës, agëndull pas ka mërë malli me trej, po i na bo njerëzi kështu të kulturum, të edukum, faleminderit shumë. Thot, çka kishe bë ti ndaj një person i cili do me bë me familjen tonë kështu edhe kështu. Subhanallahu. Të kundërtën e të vërtetës. Atëherë thot, vetë se duhet burgoset kjo. Tregon më njëherë planin, domethënë, veç hike pi situatës. Plani se dalë pastrit kjo. Rreziku ishte shumë i madh, zbulohet me të parën, grojë mbretit. Po. Atëherë thot, katër, do të dëshmojmë. Do të më pa faktet. Çka është puna, si ndodhi? Të afërmit e mbretit që i kishin shoqërinë, shërbëtorët e tij thonë, mund gjejmë fakte, thotë. Kështu thotë, nëse këmishën Jusufi e ka të shkym prej para, atëherë reagimi ka qenë nga Zulejha për të tërheq, dhe mos me rënë dorën e Jusufit. Ama nëse këmisha shkel nga mbrapa, është shkye, atëherë Jusufi ka kanë duke ik, ndërsa Zulejha ka qenë që ka insistu. Kur është se çështja ka qenë e vërtetë se Jusufi ka qenë i pastër. Por mbreti si mbret, indikum nga familje, nga bashkëshorët e tij, pak se e neglizhon këtë situatë. Mirët vesh, lajmi tek nuk pështon, tek afër, tek gratë të cilat ishin në shoqërinë e Zulejës, që gra dhe ato të cilat burrat e tyre ishin nga paria. Bëjnë muhabet, çysh bë mundet të Zulejë Fëmijë. Po fëmijën e vet, se konsideroj si fëmijë e vet. Me dash një gjë të tillë. Atëherë thotë kalla se do ta merrni vesh ju. I thret krejt ato gratë, i tubon, i ul, i gostis, ju jep me hangër, edhe jep nga një thik. Momentin që i marrin pemë në dorë, duke i prej pemë, duke qenë, i thotë Jusufit hin mrenda. Ata se kishin pa det tash. Kur hin Jusufi elsa mrenda, nga habia, nga mahnitja, ata se dinin tash ajën të e prej mollën, pemët, apo e pemë durët e vetë, dhe ju mbesin, edhe më masanej, do t'ju mbesin shenjat e thikave në durët kur i kam prej. Dora derdh gjak, thika e prejnë, nuk e ndjenin nga mahnia. Edhe thonë, këtë nuk mu ka njëri, këtë vetë është me lache. Edhe si kur që thamë parzët të misionin e kalum, të çështja e Ibrahimit, kur i vinë ato melekët, që është bukur,
të pashëm, edhe njëri zotin e një, njëri I bukur ka shtep, vetë me laçe. Se me laçet më kanë shumë I bukur, bukuria që nuk përshkruhet. Edhe për Jusufin thonë kështu. Gati se e justifikojnë pak, tash më thënë, s'pas ka pas faj, kjo çast tërheqje e madhe. Zulejha subhanallah, megjithatë që muhabeti po bëhet, çështja po kuptohet, e insiston tek Jusufi përsëri. Përse insiston që me ranë në moralitet. E thot zgjedh, a do ta bësh atë vepër me mua ose do të burgosesh? E di se Jusufi s'kishte zgjedhje tjetër. Thot për mua burgu është më I mirë. Burgu s'është I mirë. Ama në këtë rast, nuk mund të ta doronte që mos të flitë për pejgamber të Zotit, të bjen në të gratë të ulje, domethënë të moralit, që bëhet një punë jo e hishme fare, po edhe e urrëtur tek Allahu dhu xhelal. Dhe subhanallahu bjen dhe hin në burg. Jusuf alayhis salam I mirë, I pashëm, I dijshëm, I urtë, I shërbente familjes, ishte afër tyre, ka disa çështje ti ende nuk kishte përfunduar si procedurë. E di se këto procedurat e tilla tek mbretët e pallatit, domethënë ato nuk e kanë vetëm atë gajle, mirën me shumë gjëra tjera, e anashkalojnë. Asa do ta shohim. Hin Jusufi alsem në burg. Harrohet krejt. Ma tash hin në burg. Për çka akuzohet, do të thënë, a del ndonjë akuzë apo vetëm hajde ta largojmë pikë këto. Burgu ka qenë me vendimin e Zulehës. Akuza ende s'ka përfundu. Do thonë procesi I tij I gjykimit për rastin e parë s'kishte përfunduar ende. Po kjo tash insiston për dytën herë. Edhe nuk I jep zgjedhje, thotë, ja në burg. Kjo vendos, domethënë, kjo është I vendos vetë se po ta futin në burg, atë çështja e parë do të heshtet. Nuk do të ketë kush ta kërkoje rastin që dalë deri në fund. Edhe përfundon Jusuf atë në burg. Aty në pastaj domethënë qëndron sikur që e përshkruan Kurani disa vite. Nuk ka qenë pak, kanë qëndrim me vite. Dikush prej komentuesve përmend 3, disa thonë 5 edhe 7, më të për pas më pak, po di se ka qëndruar me bidha sinin, janë disa vite, është numri prej 3 deri në 9. Mund të ketë qëndruar edhe 9 vite, burg, që nuk janë pak. Po mund ta përmbajmë atë si 7 vite si më për afërta. Më për afërt inshallah. E aty në takohet me njerëz, domethënë njerëz të ndryshëm që kishin përfunduar në burg ose për vjedhje, ose për gjëra tjera, për akuza. Disa prej tyre kishin qenë për aty që I kishin shërbyer dhe mbretët me harrat që kishin përfunduar në burg. Edhe Kurani na e sjell tash situatën e tij, jo në pallat. Pallat ishte normal një gjendje shumë e mirë, një jetesë shumë e mirë, e begatshme, që nuk I mungonte asnjë sen, derisa erdhi kjo sprov. Po si djalin mbretit, si djalin mbretit. Ama tash në burg, subhanallahu e përshkruan Kurani, thotë e vërejtën, domethënë ato shokët e vet, se që shumë njëri mirë kanë. Edhe pyetnin për çdo sen, interesoheshin për çdo sen për ta. Edhe kur kishin ndonjë shqetësim edhe ëndra dhe ata vet kur shifshin kërkonin prej Jusufit asoj ti komenton se e kupton se ky din e ka diturinë e ëndrave, din ti komentojë mirë ata. I tillë është njeriu në çdo situatë, an bunar, an karavan, an pallatin e mbretit, an burg, I mirë është I mirë çdo herë. Ose mos për Jusufin alayhis salam që nuk ndryshojnë rrethanat. Rrethanat ndryshojnë ndikon. Patjetër. Edhe rënejtë ashtu në disa vite, 2 shokët e vet që ishin më të afërt, tash prap krejt Surja ka të lidhe me ëndra. Ëndra vetë e Jusufit. Tash ëndra e burgosënve. Kjo njëse po komenton ëndra, thotë, o Jusuf, thotë, kemi pa në ato ditë ëndra është mirë të ne komentosh, do ta dim. Thotë, çka është puna juve? I pari thotë, unë kum pa ëndër duke shtrydhë rrushin edhe duke dhënë me pi mbretit, duke shërby pije. I dytë thotë, unë kam pa në ëndër më të çuditshme, thotë, ëndra ime thotë, unë mbi kokën time po mbaj bukë. Edhe po vinë zësht dhe po hanë bukën, unë duke qëndruar ashtu në kam. Thotë, është e lehtë kjo. Do ta merrni komentin e ëndrës. Ama para se më e komentuar kam një mohabet tjetër. Thotë, a është në rregull njeriu me ia dhënë gjithë ato zota e me lënë Allahun dhe xhelal. Do thonë, është zurasin. Është zurasin se këtë pejgamber janë dërguar me një synim. Po.
Çështja më kthej hajde kthehemi në besim Zot. Nga ëndra do të vjen rasti. Ti mundesh më pyetën për çka po ndodh atje, për një lajm, për një diçka, çka mund më kanë rëndësishme, edhe jo shumë rëndësishme. Ama çështja e besimit është parsore. E kjo vjen se si Jusufi në burg tash, në muhabetin e tij me shokët e vet, po e shfryzon me kallëzon se kush është Allahu Dhu Xhelal. Me argumente shumë logjike. Unë jam dërgu me adhuru Zotin, Zotin që e ka adhuru edhe baba im edhe paraardhësit e mi. Kjo është Allahu i vërtet. Këto që keni pru jo, këto në emra që keni shpik vet. S'ka zbrit Allahu argument për këto që keni të bëj juve. Argument logjik. Edhe u komenton. O e let lirë, ata do të përgjigjen me se çka do të vendosin. Thotë ti i pari, ti do të kthehesh, do të shërbesh mbretit prap. Do ta kthesh pozitën që e ke pas. E me rushin që me rushin që i jep ke me pi mbretit. Kurse të dytë thotë ti do të likuidosh, do të vritesh. Vendimi i fundit të gjyqit do të vjen se ti do të likuidosh. Edhe ashtu ndodh subhanallahu. Komentin e dinte Jusuf Elizam. Tash kur e kuptoi se ky i pari do të kthehej ku në pozitën e shërptorit të mbretit, shërptori i parë. Lakmoj që tek ai ta gjen një urë lidhse të kthehet pak situata se e çka bë me mua në burg jam të net. Pa faj. Procesi s'ka përfundu, pa faj po. Fajtori nuk është gjyku, sparit do të më dalë edhe çështja që unë jam i lirë para gjithas, zot ta mbaj fajin kot. I tha, më përmend mu të mbretin nëse kur dalsh. Ai s'kishte dalë, apo e di se sa do të dalte. Del, po haron. Haron se e ka pas një shok brenda që e ka një faj koti, se s'ishte faji e tina, edhe të kështu është njëri haron, edhe shpesh. Zakonisht si raste kur ti mezi ke prit me del edhe thot. Edhe për këtë harres qëndron edhe disa vite. I kushton edhe më shumë. Po, mbetet atë, se t'ja kujtonte më herët do të zgjedhej problemin ndoshta. Po ishte harroj vllai. Derisa erdhi një situatë tragjike ku mbreti tash po sheh një ëndër vet ai, po jo në ëndër rëndomt. Ëndër që po i përsëritej atij shpesh, her pas here. Po thot, kam pa thot si 7 lopa të fryra të mëdhaja, po hahen nga 7 lop tjera që kanë shumë dopta dhe të zefta. Po i shoh thot 7 kokra kënina të gjelbërta, 7 kokra të thata. Çka ke punë? I përsëritet kjo ëndra. I përsëritet disa, por atë do bëj shumë për të interes i madh për me kuptu se nuk është diçka e rëndomt. Ti shtekon një ëndër e thjesht ka kalu, ashtu kalim se një natë e ke pa, ndoshta si kushton vëmendje, më kur përsëritet ishte, domethënë, intezmum që me pa se çka do më thonë që ajo. Kishte ekipën e vet, kishte të afërm se ti çka i çonte se janë të dishëm dhe din rreth komentit edhe rreth disa gjërave. I pyet ata, valla, s'kemi haber për këtë. S'na ka ndodhur me ndëgju se lloj ëndre kur. Atëherë ky shërbetor ka dalë. Mu kujtu unë kam pas një shok me mua në burg, në ëndra po tregon se do të ka diçka e pa paramenuar, e pa imagjinueshme, kështu më ndodh lopët e zaifta, e hajnë të ndajat, i kafshojnë, kokrat. Po dhe fakti që përsëritet këtu e ka. Përsëritet. Thonë është diçka më të madhe, thotë, do ta gjej kush është. Am mleni të shkoj ta vizitoj thot Jusufin në burg. Edhe aty shkon dhe takohet thot o Jusuf, am kallzon për një ëndër kështu dhe kështu dhe kështu ka ndodhur.